Në një përplasje të pazakontë, presidenti SBA-ve Donald Trump nuk ka kursyer as Papa Leonin. Ati shenjti katolikëve është vënë në shënjestër të presidentit amerikan pas deklaratave për pushimin e menjëhershëm të luftës në lindjen e mesme. Përplasja nisi disa ditë më parë, kur presidenti Trump e cilësoi si teje të rrezikshëm për politikën e jashtme Papën, duke thënë se ai nuk e kupton luftën, ndaj edhe nuk duhet flasi për të. Nga ana tjetër, Papa është kundërpërgjigjur ditën e hënë, duke thënë se ai nuk e ka frikë administratën e Trump dhe se do të vijojë të flasi kundër luftës. Kjo situatë vjen në një moment teje delikat, ku çështja e programit bërthamor iranian mbetet një nga pikat kyçe të përplasjes mes negociatave të SBA-s dhe Iranit. Papa gjithashtu ka denoncuar të gjithë ata që manipulojnë fen dhe vetë emrin e Zotit për përfitimin e tyre ekonomik, ushtarak dhe politik, duke paralajmëruar për përdorimin e besimit për të justifikuar dhunën. Për te atmosferës së zymt, Papa flet në nota shprese. Ai thot se ndërsa bota po shkatrohet nga një grup tiranësh, ajo mbetet e bashkuar nga një mori vëllezërish e motrash mbështetëse. Të dyja palët kërkojnë diktatin e pushtetit përmes forcës ose besimit. Të dyja palët kanë një qëllim të përbashkët, por me mjete të ndryshme ndikimi. Diplomacia sot po humbet. Dikur ajo ishte domeni të pushtetshmëve ushtarak, politik dhe ekonomik. Sot, ajo është transformuar, saqë po përplas hapur presidentin me Papën. Kush ka ndikim më të madh? Forca e pushtetit me ekonomi dhe ushtri, apo ajo shpirtërore? Kohët kanë ndryshuar dhe bota nuk është më si më parë. Armët dhe fuqia ekonomike janë ato të cilat po diktojnë jetesën, madje dhe jetët njerëzore, duke i kthyer palët në tregim të supermacisë. Paradoksalisht, tentativa për ndikim të plot nuk ka kursyer Asatin e shenjtë, i cili qëllon të jetë edhe amerikan. Libri i shenjtë apo manuali i raketave? Kjo është pyetja që kërkon një përgjigje. Ndonjëherë është lufta që sjell paqen, e ndonjëherë paqja që e shmang luftën.